Çdo subjekt politik që është krijuar në Kosovë ka marrë elektorat prej LDK-s i cili nuk është kthyer kurrë aty, sepse njerëzit evoluojnë, ndryshojnë bindje, qëndrime. Unë e kuptoj plotësisht që LDK-ja ka të nevojshme të kapet nga një iluzion që potencialisht mund të ringriten edhe të krijohet kjo simbolika e Feniksit, por megjithatë nuk kanë ofruar program tjetër politik për të marrë shpresa, nuk ka një alternativë të cilën LDK sjell ndryshe, sa i përket kësaj bashkimit të së djatës, më shumë vjen bashkim prej sikletit edhe prej hallit ku kanë rënë në 12%, se sa prej asaj që të krijohet entuziazëm. Sepse janë njerëz të njëjtë, janë njerëz të njëjtë. Është vizion legjitim, është e mençur. Politik me pagnaci të mëdha, me thyrje të mëdha. Dhe me të drejtë zonja Bajrami thotë ta ndjekim pak historinë sepse nuk ka qenë në studime jashtë vendi. Sepse dalja e saj ka shkaktuar një përplasje, një tension, një shpërbërje të LDK-s. Rikthimi i saj po bëhet për mbijetesën e saj politike, nuk po bëhet për të ofruar një diçka ndryshe. Politika është projekt brenda. Ajo thotë që po ofrohen për ta shpëtuar aleancën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjithë e dim, edhe në këtë panel, ju më mirë se unë Të gjithë e dim që ka qenë në marrëdhënie të shkëlqyeshme me Të gjithë e dim që kjo karta pro-amerikanizmit dhe ju është luajtur edhe në kaluar nuk u ka bërë punë. Kur nuk ka bërë punë sipas jush? Nuk ka bërë punë në asnjë palë zgjedhje sepse Zoti Kurti po vazhdon të fitojë. Në shkurtit ka bërë shumë punë. Ju absolutisht ka bërë. Ka po mos e votoni Albin Kurtin se është anti-amerikan. 50%, 42%, nëse kjo është karta e anti-amerikanizmit, nuk e mendoj që po fiton dikush me këtë. Zonja Fatime sinqerisht, a nini sikletin që vetëm pa 5-6 mujve dhe sot mi krahasu vetën çfarë ndryshimi jashtëzakonshëm? Jo, absolutisht. Unë asnjëherë nuk